Së tjetrës, mamaja bleu një kuti me çokolata dhe e këshilloi Bledin. Mos i ha të gjitha një herë azi, se të bëjnë keqë. Bledi e pa me vëmendje vendin ku mamaja i vuri çokolatat. Pas dite me zi priti të kthej nga shëtitja dhe me njëherë vrapoi për të vendi i çokolatave. Çdo 3 minuta vraponte për të vendi. Prindët ishin të zënë me punë dhe nuk e vënë re këtë gjë. Kur u ulën në tavolinë për të ngrënë në darkë, Bledi tha: "Sonte nuk kam uri, nuk e uri I përsëriti mamaja. Më thuaj, sa çokolata ke ngrënë?" "Të gjitha, mami." "Po unë nuk të thash të mos I haje të gjitha së bashku?" "Po unë nuk I hëngra të gjitha së bashku. I kam futur në gojë me radhë, njëra pas tjetrës." Foli përsëri Bledi me pamje pafajësie në fytyrë. Bledi ishte I sinqertë. Kishte ndjekur këshillën e mamit. "Më falë Bledi, më falë," tha mamaja. "Mbase duhet të kisha këshilluar të mos I haje të gjitha sot."